Udhëheqësit lokal po i afrohen edhe përfundimit të vitit të parë të mandateve të tyre, që nga zgjedhja e qytetarëve për të udhëhequr komunat përkatëse. Është kjo një periudhë e mjaftueshme për kryetarët e komunave të nisin realizimin e premtimeve, projekte, ideve dhe kërkesave të qytetarëve. Një aktivitet të dendur dhe dinamik ka aktivizuar dhe ka zhvilluar edhe kryetari i komunës së Haraçinës, Daud Beqiri, i cili sot është pikërisht i ftuar në studion tonë për të diskutuar edhe mbi atë që është realizuar deri më tani, projektet aktuale, po edhe planet për periudhën në vim. Mirë se erdhët në studio, zotëri Beqiri. Mirë se vëgjetëm, faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Unë do ta filloj pak më ndryshe, jo në mënyrë politike emisionin, do ta filloj me një eufori të fundit që ka kapluar gjithë shqiptarët në gjithë Maqedoninë, do e them, jo vetëm të Haraçinës, është endaj ajo euforia e suksesit të Shkëndijës së Haraçinës dhe inkuadrimi i tyre në ligën e parë. Çfarë thot ky sukses për juve si komunë në përgjithësi? Kjo është një sukses historik, do të thënë kjo është një arritje historike. Themelimi i klubit është bërë në vitin 1977 dhe gati gjysmë shekulli e presim këtë sukses, këtë arritje historike. Do të thënë janë bërë 49 vjet dhe është hera e parë që inkuadrohemi në ligën e parë. Sidomos ky sukses për mua, do të thënë ka edhe dimension personal, se unë pikërisht vij edhe nga udhëheqësia e Shkëndijës, kam qenë nënkryetari i klubit dhe akoma vazhdoj të jem pjesë e kryesisë së Shkëndijës. Do të thënë Shkëndija krenaria e Haraçinës nuk ka fitu vetëm sporti, po ka fitu edhe e gjithë Haraçina. Për të pasur sukses në ligën e parë, tani janë edhe nevojat e mbështetjeve financiare, kushteve pak më të mira. Cila do t'jetë ndihma konkrete e komunës? Do inkuadroni dhe pasi që pas keni edhe më për zemër tani? Po, do me thonë, Liga e parë ka sfide edhe më të mëdha, sidomos në aspektin financiar. Por ne në bazë të mundësive buxhetore që i kemi si komunë, do të japim maksimumin të mbështesim klubin Shkëndija. Edhe deri tash e kena mbështetur maksimum, po tash do të vazhdojmë të mbështesim edhe më shumë klubin sportiv Shkëndija, po edhe të rinjt, se e dim se edhe ne si Haraçin kemi edhe shumë talent të rinjt të futbollit. Ju e bët edhe një premtim publik se do fokusoheni dhe do koncentroheni edhe te stadiumi, pasi që është një problem shumë i madh i Shkëndijës së Haraçinës, se nuk ka stadium të vetin. Tani edhe lojrat do t'i luan tek stadiumi i Çajirit për shkak të mungesës. Si do jetë puna? A mund të presim në një të ardhme të shkurtër që Haraçina ta ketë stadiumin e vet? Po, edhe atë shumë shpejt, do me thonë, njëra ndër prioritetit kryesore është edhe ndërtimi i stadiumit. Unë ende pak qeni edhe kandidat, pa qenë kryetar komune, do me thonë, para 3-4 vite, unë kam qenë iniciatori i parë që e pata më hapur një fushat, duam stadium. Edhe jarë mundësia tash unë si kryetar komune, që nga dita e parë mandatit, jam angazhuar personalisht në këtë drejtim, dhe kemi përgatitur edhe projektin e kemi final, do me thonë, për ndërtimin e stadiumit dhe shumë shpejt presim, projektin e kena të finalizuar, t'japim lejë ndërtimi, do me thonë kjo do të shkon edhe 2-3 javë dhe mund të bëjmë shpallën dhe së shpejti do të fillojmë ndërtimin e stadiumit. Hapësirën e kemi të urbanizuar në dalje të Haraçinës, afër varrezave dëshmorëve, dhe aty do të kemi 2 stadiume, një stadium për zhvillimin e ndeshjeve dhe paralelisht do të fillojmë edhe një stadium tjetër për stërvitje. Puna qenë ka pak më serioze, premtimi qenë ka marrë shumë seriozisht nga ana juaj. A planifikojnë, deri sa jemi tek edhe Shkëndija e Haraçinës dhe sporti, a planifikojnë pse jo edhe donator apo mbështetje financiare edhe nga donator nga jashtë? Keni kështu ide për Po, edhe pas këtij suksesi, do të thonë, të Shkëndijës, tash interesi është edhe më i madh dhe duhet shfrytzuar këtë. Ato donatorë, ato sponsorë që i kemi pasur, i kemi ende dhe tash ditë e më shumë po shtohen edhe sponsorë tjerë, edhe nga vendi, edhe nga jashtë, sidomos edhe nga Mërgata. Se ndihmën e mërgjimtarëve Haraçinës e kemi pas zakonisht, po tash në ligën e parë janë ofruar edhe më tepër. Përmendet pak më herët se Haraçina ka jashtëzakonisht shumë talent dhe e dim se sporti konsiderohet si një ambasador i një vendi, në këtë rast në komunitetin tonë dhe në Haraçinë. Si e planifikon komuna Haraçinës ta shfrytëzoj këtë potencial që tani ju dha pas sa viteve? Po këtë potencial duhet ta shfrytëzoj maksimum, se tash pas këtij suksesi, do të thonë gjithandej nëpër Maqedoni, po edhe Kosovë, Shqipëri e diaspor po flitet për suksesin e Shkëndijës. Edhe për atë kjo është edhe një motiv shtesë për neve që t'i mbështesim
të rinjt maksimum. I kena mbështetur deri tash, po do vazhdojmë të mbështesim edhe më tepër. Nuk do ndaleni. Se atë fushatën që e keni nisur është drejtuar tani drejt jush, kështu që e ndjeni edhe më nga afër. Zotri Dauti, në fillim unë e thash se një vit kanë kaluar, më po i afrohemi vitit të parë nga momenti që ju zgjodhet edhe kryetar i komunës së Araqinës. Keni pas një aktivitet shumë të bujshëm, një aktivitet dinamik, ashtu edhe e thamë në fillim. Cilat janë ato aktivitetet dhe projektet konkrete që deri më tani i keni realizuar? Se për çfarë do realizoni, do flasim pastaj, po ato konkretet që janë të prekura më deri tani. Po, si shtatë edhe ju, në Haraqin po punojt gjithandej në për Haraqin. Disa projekte vetëm se i kena finalizuar, disa janë në realizim e sipër dhe disa do të fillojnë së shpejti. Këtu do të kisha veçuar disa rruga 14 që vetë se është bërë kanalizimi, infrastruktura e plotë, është bërë kanalizimi atmosferik dhe fekal dhe është asfaltuar rruga. Kena filluar rrugën 11, rikonstruimin e saj, rrugën 1 në fshatin Grushin, në fshatin Orlonc, rrugën 1 dhe 2, tash para 2-3 dite kemi filluar edhe rregullimin e shtratit të lumit në fshatin Orlonc, do me thonë punohet gjithandej, por do e kisha veçuar parkun e Haraqinës. Në daljet e fshatit Haraqinës ka qenë një hapësire e pashfrytzuar dhe ne atë hapësirë të pashfrytzuar jemi duke kthyer në një park modern të Haraqinës, ku ka sipërfaqe rreth 10 hektar dhe aty jemi duke ndërtuar shtigje për këmbësor, për biçikleta, stadiumet për sport, për futboll, fitness të jashtëm, kënd të lojrave dhe këtë projekt dhe kisha veçuar nga të gjitha projektet tjera. Si pas informacioneve që kam, keni qenë shumë këmbgulës në marrjen e kësaj iniciative dhe të drejtave për ta realizuar këtë park. A ka qenë shumë personale që për të rinjt që të inkuadroni edhe të rinjt dhe të jenë aktiv dhe të tregoni të rinjve që ne, edhe pse jemi politikan, merremi me ju dhe jemi këtu për ju? Po, për atë edhe ne e vim edhe nga qytetarët, do me thonë kam qenë edhe më herët, do me thonë në aktivitetet të ndryshme, humanitare, shoqërore në udhëheqësinë e Shkëndijës, edhe di nevojat më së tepërmi që i kërkojnë qytetarët e Haraqinës. Edhe fokusi jonë ka qenë që ta ndalojmë migrimin e të rinjve mos të dalin jashtë. Që ta ndalojmë migrimin duhet që patjetër të realizojmë të gjitha projektet që t'ja lehtësojmë kushtet edhe qytetarëve tanë. Pse mos kenë të rinj tonë park, shesh, stadium, me vende hapësira ku mund të dalin të kalojnë kohën e lirë të shoqërojnë ndërmjet veti. Fiks. Të ndalemi pak edhe te arsimi. A keni ndërmarrë hapa konkret për ndërtimin ose zgjerimin e kapaciteteve të qerdheve? Sepse sa është e madhe dhe nevoja për qerdhe moderne në Haraqin, se e dim që ka familjar që nga Haraqina i bin fëmijët në qerdhe në Shkup. Ndërsa e di që një iniciative tillë është marrë nga ana juaj. Po, është marrë, po për momentin, se di sa keni informacion, vetë se e kemi qerdhen aktive që 2 vite. Edhe është një qerdhe moderne, do me thonë që ka kushtu dikon afërsisht 1 milion euro i ka të gjitha kushtet, me të gjitha standardet evropiane është ndërtume. Për momentin e kemi qerdhen, nuk besoj që duhet zgjeruar kapacitetet. Në të ardhmen nëse ka nevojë do të... Ajo i plotson kushtet për të gjithë nëse ka nevojë? Po, i plotson kushtet. A ekziston edhe mundësia që në shkollat fillore të Haraqinës edhe të organizohet ai qëndrimi tërditor për prindërit që janë në përpuna? Prenti deri në 4. Po, kemi kërkesa të tilla, edhe kemi sugjerim edhe nga Ministria e Arsimit na ka dërguar si koncept që në të ardhmen do me thonë ajo është synimi që të ketë qëndrim tërditor në për shkolla. Po ne duke ditur se në Haraqin duhet patjetër njëherë të zgjerojmë shkollat ose të ndërtojmë ndonjë objekt tjetër të shkollës fillore që të mund ta realizojmë këtë projekt. Se e dim se nga 96 do me thonë komunë në vetë jemi që 30 vite me ato objekte shkollore, siç kemi filluar prej atëherë, edhe mos kemi objekt tjetër. Duhet patjetër të jemi në komunikim të vazhdueshëm me shkollat edhe me institucionet qendrore, me Ministrinë e Arsimit, që të punojmë, të realizojmë spaku edhe një objekt tjetër që të mund të realizojmë këtë projekt. Është kjo në planet tuaja? Është në planet tona, vetë se hapësirën e kena, parcelën e kena urbanizuar, për shkollë e kena projektin final dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me Ministrinë e Arsimit. Të shkoj pak më larg. A planifikohet dhe a mund të mendohet dhe të besohet dhe të synohet që një ditë Haraqina të ketë edhe gjimnaz? Po,
Po, pse jo në të ardhmen, por unë sinqerisht, do me thonë, mendimi im personal, për momentin nuk ka nevojë në Haraçin për shkollë të mesme, duke ditur se kemi kryeqytetin afër. Edhe mos izolojmë nxënësit vetëm në komunën e Haraçinës, po pse jo të dalin në Shkup, do me thonë të regjistrojnë për shkollat mesme, të njoftohen me kulturat të ndryshme, të socializohen edhe më shumë. Por në të ardhmen, nëse është kërkesë e nxënësve e prindërve, atëherë do të ulemi edhe do të bëjmë një plan pse jo të jemi në komunikim edhe me Ministrinë e Arsimit që të fillojmë edhe një shkollë të mesme edhe në Haraçin. Komunat gjithmonë thuhet dhe dihet se bashkëpunojnë ndëra me tjetrën, i kanë të njëjtat probleme kryesisht, kanë të njëjtat halle. Sa ndihmojnë komunën projektet e përbashkëta me komunat e tjera kur bëhet fjalë për zhvillim rajonal dhe për investime? Shumë, do me thonë, në këtë aspekt, do me thonë, edhe ne si komunë e Haraçinës e kena fituar një projekt shumë të rëndësishëm në bashkëpunim me komunën e Rahovecit të Republikës së Kosovës, nga i pafundët e kemi fituar në një stacion për selektim të mbeturinave, ku jemi njëra ndër komunat e para në nivel shteti në Maqedoni që kemi stacion për selektim të mbeturinave. Edhe pse jo edhe në të ardhmen do të bashkëpunojmë edhe me komuna tjera që të përfitojmë sa më shumë projekte, se ajo është edhe qëllimi jonë që të realizojmë sa më shumë projekte të përmirësojmë jetën e qytetarëve tanë. Kur jemi te projektet, ekziston edhe mundësia për tërheqjen e investimeve të huaja pikërisht për të pasur edhe për të hapur vende të reja pune, pse jo në komunën e Haraçinës, për ta përmirësuar edhe mënyrën dhe cilësinë e zhvillimit të jetesës së qytetarëve të Haraçinës. Po, jemi fokusuar, domethënë, edhe në këtë drejtim dhe çdo investim është, domethënë, hapje e vendeve të reja të punës, duke ditur edhe pozitën gjeografike të komunës së Haraçinës, që jemi 8-9 kilometër afër kryeqendrës, 9 kilometër afër aeroportit. Gjithçka keni afër. Gjithçka kemi afër, 4-5 kilometra kemi korridorin 8 edhe 10 edhe jemi duke e bën një plan, do me thonë jemi të urbanizu një parcel për zonë ekonomike, që të kenë mundësi të investojnë edhe kompanit private edhe investitorë të jashtëm. Të ndalemi pak të mbeturina, se ju kemi pa në këtë aktivitet jashtëzakonisht shumë edhe deponit e egra, që janë bërë një sfidë shumë e madhe për shumë komuna. Si po e menaxhoni këtë problem në Haraçin, se në fillim e thatë se keni filluar të merrni masa? Po, kena marrë masat konkrete dhe kemi një ekip mjaft aktiv për menaxhimin e mbeturinave dhe si që ceka edhe më herët e kemi lëshu në përdorim edhe stacionin për selektimin e mbeturinave, ku ajo po na ndihmon shumë. Dhe e dim se në nivel shteti janë të fituara deponi rajonale nga Bashkimi Evropian, ku do jenë 5 deponi rajonale. Dhe derisa të hapet e deponi në Drislla të Shkupit, besoj që kemi kapacitet me këtë stacionin e selektimit mbeturinave dhe deponin që kemi në Haraçin, që e pastrojmë rregullisht, kemi kapacitet të mirëmbajmë dhe menaxhimi i mbeturinave deri tash është okay. Nuk keni pasur problem. Neve jemi në sezonin e verës dhe temperaturat janë shumë të larta. Ajo që ne çdo ditë shohim apo marrim informacione nga qendra rajonale për menaxhim të krizave të qytetit të Shkupit është edhe zjarret e shumta. Si janë kushtet në Haraçin? A jeni të përgatitur për parandalimin e zjarreve? Mos dasht, zotë. Po, jemi të përgatitur, jemi edhe në koordinim të vazhdueshëm me organet kompetente, i kemi marrë masat e duhura dhe si komune kemi edhe një autocistern të ujit që është në gjendje gatishmërie që mos thash zoti dikon të ketë zjarr, të intervenohet me njëherë. Ose tani është verë nga gjithçka mund të... Po, nuk i dihet. Po. Sa Haraçina përballet me probleme me ujë të pijshëm dhe nëse po, a janë marrë masa konkrete për të rregulluar kjo çështje? Po, përballemi me probleme dhe mungesë të ujit të pijshëm dhe uji i pijshëm do me thonë është prioritet mbi prioritetet për neve. Ne kena ndërmarrë masa me njëherë pas marrjes së mandatit dhe e dim se rriti i sjelljes është i stërvjetruar. Ka shumë defekte dhe kemi filluar me njëherë me sanimin e defekteve, jemi duke përgatitur projekte dhe së shpejti kena angazhuar disa inxhinier të ujrave në fshatin Mujac, kemi gjetur disa burime të ujrave tona, ku së shpejti do të fillojmë me shpimin e 3 bunareve për ujë, ku mendoj që do të kemi ujë të mjaftueshëm për të gjithë banorët e komunës Haraçinës. Edhe për realizimin e gjithë projekteve, e gjithë këtyre gjërave që ne biseduam deri më tani, është shumë i patjetërsueshëm bashkëpunimi i ngushtë me Këshillin Komunal, që e posedon një komunë. Si e vlerësoni ju bashkëpunimin me këshilltarët e juaj deri në këtë fazë të mandatit?
Po, deri tash, do me thonë, bashkëpunimi me këshilltarët ka qenë i mirë dhe konstruktiv. Do me thonë, edhe besoj që kështu do të vazhdoj deri në fund të mandatit, se kur është në pyetje qytetarët, do me thonë, për projekte që janë në dobi të qytetarëve dhe askush nuk është kundër. Bile në të gjitha seancat e këshillit që i kemi, të gjitha pikat na kanë kalu, mund të them 99% unanimisht kanë votuar pozit. Nuk keni pa aty ngjyra partijake? Jo, s'kemi pa ngjyra partijake. Bashkëpunimi është i mirë fill. Po, atëherë shumë mirë. Cilat janë 3 prioritetet kryesore që ju synoni të realizoni deri në fund të mandatit? Po, si që cejka, do me thonë, prioritet mbi prioritetet është uji i pishëm për të gjithë banorët në komunës së Haraçinës, e dyta ndërtimi i stadiumit dhe e treta infrastruktura në përgjithësi, do me thonë asfaltimi i rrugëve, kanalizimi dhe ndriçimi publik në çdo cep të komunës së Haraçinës. Ta bëni një Hollywood. Nëse do duhet ta veçoni vetëm një projekt që e keni realizu deri më tani, që e keni pasur synim me njëherë ta realizoni, cili do ishte ai? Ka shumë, po këtu... Mirë që e bëm. Po, e përmendja edhe më herët do ta veçoja, do me thonë, për këtë 8 mujor në fillimin e mandatit, do ta veçoja projektin e parkut Haraçinës. Ajo është ajo që ju më së shumti ndoshta keni qenë të fokusum. Po edhe që është mirëprit më së shumti për qytetarëve të Haraçinës. Qytetarët e Haraçinës jemi aty, te ata duhet t'ju premtohet, por përveç premtimeve ju duhet normalisht edhe vepra konkrete që ata ta shohin që premtimet e juve janë edhe reale. Një mesazh për ata që t'ju thoni se do jetë më mirë, do ketë përmirësime dhe do ketë një jetë më cilësore. Mesazhi për qytetarët është durim dhe besim. Edhe ato janë të njoftuar dhe e shohin, do me thonë që ne çdo ditë jemi të përkushtuar maksimalisht që të punojmë në Haraçinë, që edhe ata ta ndjejnë ndryshimin. Dhe vetë se janë të ndjejnë ndryshimin për këtë 8 mujorin e parë. Ku jemi të ajo se ata ndjejnë ndryshimin, ju personalisht sajni të kënaqur nga ritmi si zhvillohen gjara, se ndoshta dëshirat për të realizuar sa gjana i kemi shumë të mëdha, ndonjëherë na kemi pengesa të vogla të cilat edhe nuk shihen, po ja që realizimi është më i ngadalë. Është okay gjithçka me ritmin se si realizohen gjërat? Gjithçka është okay, domethënë për këtë mujorin e parë është bërë shumë punë, domethënë janë asfaltuar shumë rrugë, po punohet gjithandej në kanalizimin, ndriçim publik. Parkun vetë se ka filluar ndërtimi i parkut, së shpejti e kemi fituar edhe një projekt për në qendër të Haraçinës që do e emërojmë sheshin e dëshmorëve, së shpejti presim edhe fillimin e ndërtimit të stadiumit, do me thonë për këtë 8 mujorin e parë, unë jam i kënaqur dhe besoj që mesazhin e kanë marrë edhe qytetarët se unë e kam marrë për të punuar dhe jo për të ndaluar dhe me këtë ritëm do të vazhdojmë deri në fund. Unë jam njeri juaj dhe jam si ju, me këtë dëshironi tu tregoni se ndiheni po të njëjtë si ata. Në fund dua edhe një pyetje, si e shihni Haraçinën pas 4 viteve të mandatit, cila do donit që të ishte vula juaj, se ai e bëri këtë? Deri në fund të mandatit unë e shoh... Përpos parkut, le të jetë stadiumi. Po, përpos parkut deri në fund të mandatit unë e shoh një komunë të modernizuar evropiane me park, me shesh, me 2 stadiume, me rrugë të asfaltuara, kanalizime, ndriçim publik gjithandej, me arsim më cilësor, më të mirë. Dhe besoj që pas 4 viteve s'do flasim ma për kushet bazike, por do flasim... Infrastruktura që do jetë parasysh. Që do jetë parasysh, po bile edhe ta që jemi duke punuar në drejtim që jemi duke bërë një projekt për sistem fotovoltaikve, për zonë ekonomike, që mos se u kriju monotoni deri tash që 30 vite komuna flitet vetëm për gjërat bazike. Gjërat esenciale që duhet t'i ketë më të siguruar që janë të patjetërsueshme. Do të pas 4 viteve nuk duhet as t'i bëjmë këto pyetje kur ta kemi intervistën e radhës. Pikërisht. Zotri Beqiri, unë faleminderit shumë. Besomni se në pyetjet e mia gjithçka ishte kjo është kryer, është marrë kjo iniciativë dhe uroj që ky entuziazëm, kjo dashuri për punën dhe ky pasion që u ngel deri në fund, që në fund të ditës edhe qytetarët jenë të kënaqur dhe me votën që e kanë bërë dhe për zgjedhjen që e kanë bërë drejt personit të parë të komunës së Haraçinës. Ju urojmë jashtëzakonisht shumë suksese padyshim dhe jemi këtu për promovimin e projekteve të radhës. Faleminderit shumë. Ne do shkëputemi tani shumë shkurtë me pikë muzikore dhe do rikthehemi për ta përmbyllur javën me Mua Xhananin.